ish kryeministri i Shqipërisë, Fatos Nano është ndarë sot nga jeta në moshën 73 vjeçare. Prej disa kohësh, ai ndodhej në reanimacion në një prej spitale private të vendit ku po mbahej nën kujdesin e mjekëve. Teksa gjendja shëndetësore u rëndua gjatë ditëve të fundit, Nano ka pasur një arrest kardiak, ndërkohë që më herët është kuruar edhe për probleme me frymëmarrjen, një prej politikanëve më të rëndësishëm të vendit në periudhën postkomuniste. Fatos Nano është zhdukur dhe rikthyer në shumë momente kyçe për vendin, i lindur në 16 shtator 1952 në Tiranë. Ai u diplomua për ekonomi politike në vitin 1974 në kryeqytet dhe kulmin e karrierës së tij përpara se të rrëzohej regjimi komunist e pati 10 vjet më vonë kur u emërua si studiues i problemeve socioekonomike dhe reformave të ekonomive të tregut të vendeve të bllokut lindor në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste në Tiranë. Nën varësinë e ish gruas së diktatorit Nexhimia Hoxha, ai ishte pjesë aktive e zhvillimeve të vrrullshme politike që ndodhen në Shqipëri, si edhe në çdo vend tjetër të bllokut të lindjes. E shpejt ishte edhe ngritja e tij në detyrë. Në dhjetor 1990 u emërua sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, e një muaj më vonë ZV, kryeministër në qeverinë e Adil Çarçanit. Në fund të shkurtit 1991, Ramiz Alia i besoi Nanos postin e kryeministrit me një mandat të përcaktuar, përgatitjen e tranzicionit të vendit drejt demokracisë liberale dhe ekonomisë së tregut. Pas zgjedhjeve të 31 marsit 1991, Nano u mandatua kryeministër, detyrë të cilën e mbajti për disa javë. Kur dha dorëheqjen për shkak të grevave që kishin nisur në gjithë vendin, meritë e padiskutueshme e Nanos në atë periudhë ishte transformimi i PS-s nga një parti e trashëguar nga regjimi komunist në një parti social-demokrate me orientim perëndimor. Ardhja e demokratëve në pushtet në vitin 1992 solli një periudhë të vështirë për Fatos Nanon. Më 30 korrik 1993, Nano u arrestua në zyrën e prokurorit 21 dhe u akuzua për shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumenteve zyrtare në lidhje me ndihmën italiane dhe 9 muaj më vonë u dënua me 12 vite burg. Megjithatë, trazirat e vitit 1997 sollën lirimin e tij nga burgu dhe rikthimin aty ku të gjithë socialistët e donin, në krye të PS-s. 3 muaj pasi kishte dalë nga burgu, ai udhëhoqi socialistët drejt rikthimit në pushtet, të cilin socialistët e mbajtën për 8 vite, por Fatos Nano pati sërish ulje ngritje të tij politike. Meritë e Nanos, e pranuar edhe nga kritikët, ishte rikthimi i normalitetit në vendin e shkatëruar ekonomikisht si pasojë e firmave piramidale. E megjithatë, postin e kryeministrit e mbajti për një vit, kur vendosi të jepte dorëheqjen në 28 shtator 1998, pak më shumë se 2 javë pas vrasjes së Azem Hajdarit, u largua nga qeveria, por vijoi të mbante kontrollin e partisë, pavarësisht dallgëve që shoqëruan socialistët në 8 vite. U rikthye edhe një herë tjetër kryeministër në 31 korrik 2002 deri në humbjen e zgjedhjeve në qershor 2005, kur u detyrua t'i linte pushtetin kundërshtarit të tij që e kishte burgosur, Sali Berisha, prej atij. Viti ditët i jetonte mes Vjenës, ku qëndronte me familjen, dhe Tiranës, ku vinte sa herë diskutohej se kush do të ishte presidenti i ri i vendit. Dëshira e tij për të bërë kreu i shtetit nuk ju plotësua as në vitin 2007 kur vendin ja mori Bamir Topi dhe as në vitin 2012 kur Berisha megjithse e afroi. Në fund zgjodhi të ndjerim Bujar Nishani. Jeta e tij familjare ka qenë e trazuar, po aq sa ajo politike. Fillimisht konsumoi një martesë 25 vjeçare me Regjina Nanon, me të cilën ka 2 fëmijë, Sokolin dhe Edlirën. Në vitin 2002, pak muaj pas divorcit, ai njoftoi martesën me Gjoanën. I konsideruar si figurë liberale brenda të majtës shqiptare, ai e shndërroi PS-n nga një parti bolshevike në një formacion të së majtës progresive. E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, Fatos Nano ishte i vetmi nga politikanët e tranzicionit që ka dhënë dorëheqjen nga politika për të mos u kthyer më pas humbjes së zgjedhjeve në 2005. Vetëm 11 ditë më parë Big Vip Albania raportoi lajmin se Fatos Nano ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore. Madje u tha se po luftonte me jetën. Një kujtesë e shkurtës se çfarë tham 11 ditë më parë. Fatos Nano, në gjendje të rëndë shëndetësore, ish kryeministri, i shtruar në spital prej 2 javësh. Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është shtruar në një prej spitaleve private të vendit, pasi ka shfaqur probleme shëndetësore.
Sipas burimeve, gjendja paraqitet e rëndë. Mësohet se Nano, 73 vjeçar, prej 2 javësh ndodhet i shtruar në spital. Nano u shtrua në spital edhe në shtator të vitit të kaluar për shkak të problemeve me frymëmarrjen, ku qëndroi për gati 1 muaj. Madje, në atë kohë ai u nënshtrua edhe një ndërhyrje, pasi vuante nga sëmundja pulmonare obstruktive kronike, e njohur ndryshe si SPOK, e cila shkakton probleme me frymëmarrjen. Prej asaj kohe, ai mësohet se ka qëndruar në banesën e tij në mbikëqyrjen e rreptë të mjekëve, por duket se shëndeti i tij është përkeqësuar sërish. Fatos Nano, në karrierën e tij politike, ka qenë disa herë në krye të qeverisë. Në shkurt të vitit 1991, ai u emërua kryeministër me qëllim organizimin e zgjedhjeve të para demokratike pas rënies së komunizmit. Në korrik të vitit 1993, ai u arrestua pas hetimeve për shpërdorim detyre dhe u lirua nga burgu në vitin 1997. Ndalimi i Nanos në atë kohë, brenda dhe jashtë vendit, u konsiderua politik. Në vitin 1997, Nano u rikthye në krye të qeverisë, ndërsa në vitin 1999, gjykata rivlerësoi dënimin ndaj tij duke i dhënë vendimin e pafajësisë. Deri në zgjedhjet e vitit 2005, Partia Socialiste qëndroi në pushtet, periudhë gjatë së cilës pati një sër përplasjesh brenda forcës politike, pas humbjes së zgjedhjeve dhe rikthimit të Partisë Demokratike në qeveri. Nano dha dorëheqjen si kryetar i Partisë Socialiste. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.